Laert Vasili, banori i Big Brother VIP Albania, është një nga figurat më të njohura të teatrit dhe televizionit në Shqipëri. Ai ka lindur në Delvin me 7 mars të vitit 1974 dhe studioi në Akademinë e Arteve në Tiranë. U diplomua në Akademinë e Artit Dramatik të Teatrit Kombëtar Grek në Athinë në vitin 1997. Vasili është një nga aktorët më të njohur të teatrit, por edhe filmit. Shtypi grek e ka përfshirë atë në listën e njerëzve të vitit 2008. Ai ka një karrierë të gjatë në filma televiziv dhe në teatr, ndërsa shfaqja Emigrantët i dha çmimin e parë të regjisë në festivalin Ballkanik të vitit 2005. Përtej suksesit në karrierën e tij, jeta e Laertit ka qenë gjithashtu e shoqëruar me një mori skandalesh dhe ngjarjesh të diskutueshme që e kanë bërë atë të jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes mediatike. Gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother, aktori Gert Fera ka pasur një përplasje të ashpër me të për një ngjarje që ka ndodhur jashtë shtëpisë. Fera pretendoi se Vasili kishte dënuar një grua në një lokal, ndërsa Vasili i mohoi këto akuza duke quajtur atë një sulm të pabazuar. Së fundmi u përfal se gazetarja Ilnisa Agolli dhe Laert Vasili kishin qenë në një lidhje dashurie. Ky lajm e pati nervozuar Teimase Ilnisën, e cila reagoi ashpër në rrjetet sociale. Ajo e mohoi këtë lajm dhe e cilësoi si shpifje dhe marrë. Ajo që e bëri publikun të dyshojë në lidhjen e dyshës ishte një deklaratë e Laert Vasilit për gazetaren në një emision të cilën e postoi vetë Ilnisa. Aktori njihet në publik edhe për përplasjet e tij në emisione. Gjatë një diskutimi, ai ka hedhur ujë mbi një panelist tjetër. Po ashtu banorja Gerta Gjari ka pasur një përplasje të fortë me të, ku i tha se kishin përzënë nga Greqia, një deklaratë që e bëri Laertin të shpërthej kundrejt saj. Ai e kundërshtoi ashpër dhe i tha: "Kam në shtetësi të plotë dhe nuk më ka përzënë njëri. More vesh?" Në një intervistë me Ilnisa Agollin, Laert Vasili ka folur për dashurinë dhe ka deklaruar se është i dashuruar me një prostitut. Jam dashuruar me prostitut. Një aspekt tjetër i rëndësishëm i jetës së tij është lidhja me alkoolin. Gjatë qëndrimit në shtëpinë më të madhe në Shqipëri, Laerti ka pranuar se ka qenë i varur nga alkooli. Madje në një video që ka qarkulluar në rrjet, ai shihet duke u shoqëruar nga policia, top dhe duke u përpjekur të ecë ndërsa i iknin këmbët.